se ndodh kjo. Urbanizimi pa kontrolluar, ndërtime shtëpish, ndërtime kasole për baktish, ndërtime serash, agregatesh bujqësore, tek shtrati i lumit, buz prejve, pa kritere, pa kontrolluar situatën geografike, pa parë terrenin, pa bërë vlerësimin e problematikave që vijnë nga rreshjet, nga natyra. Pse vijnë këto? Mungesë investimesh në argjinaturë, në kanale kulluese, në pastrimet periodike të tyre, dhe këtu ndaloj pak. Nëse nuk punojmë gjatë gjithë vitit, nëse s'punojmë në verë dhe në vjesht të punë, edhe në pranverë të punë do kemi qoftë me mungesë vaditje, qoftë me thellimin dhe problemet me përmbytje. Ndaj them që ka nevojë për periodicitet, ka nevojë për seriozitet sistemi i pastrimit i kullimit, ka nevojë për inspektime të argjinaturave dhe të digave. Unë shikoj në kronikat e juaja ka një reagim të shpejtë për argjinaturat, po kjo do ishte bërë shumë kohë më përpara, se të binte shiu, ka sot vlerësime të tilla, teknologjia na e mundëson, pritshmëri të ndryshimet e motit, ngrohtja globale, ndryshimet klimatike, sasia e pritshme e rreshjeve dietore, mund ta bëjnë institucionet qendrore dhe bashkitë të bëjnë një vlerësim që në këtë shtrat lumi, në këtë prua, po t'i bashkojmë gjithë, sa është sasia e ujit që na grumbullohet, a e përballon kjo diga apo jo? Po pse gjithmonë zoti Haxhimali, gjithmonë kur i dëgjojmë këto autoritete, për shembull, vjet Durrësi notonte në ujë, në qytet edhe në për rrethina. Vlora notonte në ujë. Ishte kanali ujrave të larta. Gjithnjë kur i dëgjojmë autoritetet thonë ka rënë rreshje më shumë se çe prishnin. Pra çdo vit duket sikur bien më shumë rreshje. Por edhe kur rregullohen argjinaturat, po. Nuk do ta pranoj këtë. Nuk do ta pranoj. Nuk do ta pranoj edhe kur thuhet sasi rreshje që ka rënë një herë në 100 vjet. Djetë në verë u tha janë rreshje biblike. A më kupton ti tash rreshje biblike? Më pyeste një orë se kuptoj tha çfarë është kjo rreshje biblike. A më kupton ti tash se çfarë hidhet opinioni të qytetar rreshje biblike? Apo sasia e rreshjeve të vjeshtës janë më të mëdha se 30 vjeshtat e viteve të kaluara. Shiko, tash në Shqipëria është vend mezetar, nuk kemi imunitet nga këto kriza, as nga ngrohtja globale, as nga asgjë. Por çështja është e tillë që nuk janë ashtu si thuhet, janë sasi rreshje që herë vinë më shumë, herë më pak. I gjithë problemi nuk është faktori natyror, pa diskutim, aq sa mund të kontrollohet, se më shumë s'kemi që bëjmë as në Shqipëri, as në një vend nuk e ndalon. Por faktori i ri për të marrë këto masat parandaluese është shumë deciziv. Ne këtu na çalo Sebastian